Veç qatë bzet. Doktor të edhe vacite, doktor. Shkoj. Jo, po dhe dilën tjetë u preshtu. Ja. Ja pra, ka prodhe gjuhët me të afrumi të vjedhazi me ngjellje edhe në prite. Shpesh here i bini dhe smundje të ndryshme. Shpesh here i bin mjedhna, i bin rabieti për arsye se kur e plagos, dhejtë kur e plagos, ujku dhe qakalli mundet me kalue edhe smundja e rabietit në tren. Ashtë shumë frigacak, mishin e ka të shishin, qimin e ndron 2 herë në vit. Prandaj, armisht kryesor janë ujku, qakalli, dhejtna, mosja egër, kunadhja e madhe, qente dhe sak, shqiponja, huti, bufi e të tjerë. Trofeu ma i madh në Sudinë në vitin 1983 ka pas 246 pajena. Ja pra sot, gjatari jonë i pasionuar, ndëruri Ganirisha, gjatar pranë shoqatës gjatar Agim Qërmonej, ka sakrifikuar dhe jetën. Prandaj, kur e ka pa të lëviz me jetë apo shpejtim, ka prodhin me njëre, o gjujt në liqe dhe ka shpejtuar. Si që pamë dhe incizum, aj edhe nalë shumë dhe kaloj edhe një herë jetën e lirë në natyrën tonë. Ju faleminderit! Se më përmenë mu hiq pas arvet që kesh me ganinë. Doktorit të nërua që ja ka hyje setër e gjyëtisë. Por me gjithë ato, ne lirumë dhe kaloj natyrë të lirë. Do të thasim pak për terminologjinë e gjyëtisë, që është gjyëtia. Ka thonit të ndryshme që thonë që gjyëtia nuk është një sport, sepse ajo nuk është një disiplinë olimpike, aktiviteti sportiv, ka kufin me të